Ngjarja e rënd u regjistrua rreth orës 04 të mëngjesit të së hënës kur flakët përfshin një fabrikë që prodhonte biskota në zonën periferike të Trikallës. Sipas shërbimit zjarfikës grek, në momentin e shpërthimit të zjarrit ndodheshin gjithsej 13 persona brenda ambienteve të fabrikës, nga të cilat 8 arritën të largohen në kohë. Bilanci paraprak flet për 4 viktima, ndërsa kërkimet vijojnë për një person që ende konsiderohet i zhdukur. Disa punonjës të tjerë kanë pasur lëndime dhe janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e zonës, ndërsa gjendja e tyre raportohet të jashtë rrezikut për jetën. Pamjet ajrore nga vendngjarja tregojnë dëme të mëdha materiale, më shumë se gjysmën e ndërtesës të shkrumbuar dhe rreth të ndendur atymi që mbuluan zonën përreth. Media lokale raportojnë se zjarri ka paraprirë një shpërtimi të fuqishëm në bodrumin e fabrikës, i cili dyshohet se ka shkaktuar shëmbje në një pjesë të strukturës dhe përhapjen e flakëve. Në operacionin për shuarin e zjarrit dhe kërkimin e viktimave janë angazhuar rreth 40 zjarfikës dhe 13 mjete zjarfikëse. Në vendngjarje kanë bërritur gjithashtu forca nga njësia speciale e reagimit ndaj fatkeqësive, si dhe ekspertë specializuar për hetimin e shkaqeve të zjarrit. Autoritetet greke kanë nisur hetime për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike, ndërsa zona vijon të mbetet e izoluar deri në përfundimin e ekspertizës teknike.